Sot, një biznismen nga Napoli më dërgonte një mesazh. Doktor, thoshte, kam një sipërmarrje këtu, kam 100 punëtor, kam pronotuar 2 autobusa, do vi bashkë me ta të votoj me 11 maj. Por unë pas fitores duhet rikthehem. 2 rrjeshta i shkrova, 5 vjet pa asnjë taks. Je i mirë se ardhur. Jo vetëm kaq, po do kenë kredi për shtrëhim, do kenë kredi të buta për biznes. Nuk ka, do paguajmë çdo çmim që duhet për ta rikthyer kombin në rinjën e tij. Për këta fëmijë, për këta të rinj, do bëjmë gjithçka të shkollohen, shkollat më të mira do të dyfishojmë. Buxhetin për arsimin, mësuesit do kenë rrogë minimale 1.500 euro. Shkollat do të digitalizohen tërësisht.